gjithë pasurinë e kulturës kombëtare nga Shoqëria për Parime. Në vitin 2004 janë riorganizuar për të sjellur këngë të bukura shqipe dhe unë kam privilegj dhe kënaqësi që në këtë skenë do të prezantoj jo vetëm djemt dhe vajzat e Idris Seferit, por dy ish studentët e mi më të mirë të Universitetit të Tetovës, Lulzim Shehun dhe Hekuran Kyçykun. Do të dëshiroja një dorëngritje të fuqishme për djemt dhe bija të Idris Seferit, për të mrekullueshmit ish studentët e Universitetit Shtetëror të Tetovës, të cilët bëjnë punë të mrekullueshme në Kaçanik dhe sonte do të sjellin Protokolloj Pollanzanuj, kënduar nga Adnan Topojani. Më pas, 7 zymbyla do të këndohet nga Elisa Vishi, Keselvite Namazxhas këndon nga Imregja, Del Suzeza këndon studentja ime aktuale Rinesa Krasniqi dhe i dëshiroj shumë sukses. Universiteti i Tetovës është thesar i të rinjve dhe të rejave dhe jam shumë krenare që pata mundësi sonte të prezantoj pak edhe nga vetja, si dhe kënga e fundit është Didare moj Didare, interpretuar nga Lanika Dashi. Besoj që fonia është gati, por nëse nuk është gati, ne do ta këndojmë bashkë me ju. Ushton gryka e Kaçanikut, morën hovë këto gurët e malit, për mi qolmat e Anadollit, dizet hutat e shqiptarit, për mi qolmat e Anadollit, dizet hutat e shqiptarit. Heu Kaçaniko, shka me gur, vitesh e vritesh o për flamur, për flamurin e Skenderit, luftojnë djemt e Idris o Seferit. Heu Kaçaniko, shka me gur, vitesh e vritesh o për flamur, për flamurin e Skenderit, luftojnë djemt e Idris o Seferit. Këta janë djemt e vajzat më të mirë të Kaçanikut. Gryka e Kaçanikut, suksese! Dime
të cilëzim